nga Gjergj Zefi. Në kohë lufte e vërteta është gjithmonë viktima e parë, pastaj bien fëmijët, nënat, qytetet, kujtesa dhe arsyeja. Prandaj sa herë që shpallet një armë pushim, qoftë edhe i brisht, qoftë edhe i përkohshëm, pyetja më e parëndësishme është se kush po e shet si fitore. Pyetja e vetme që ka peshë morale është sa jetë u shpëtuan. Sot në një botë drobitur nga konfliktet, nga cinizmi diplomatik dhe nga politika e spektaklit, tundimi i liderëve është i njëjtë, të dalin para kamerave dhe të shesin qetësinë si merit personale. Njëri e quan fitore totale, tjetri e quan rezistencë historike, një palë flet për forcë, pala tjetër për dinjitet, por mbi këtë teatër deklaratash ekziston një e vërtet shumë e thjeshtë dhe shumë e madhe. Kur ndalen bombardimet, nuk fiton asnjë ego politike, fiton njerëzimi. Fiton fëmia që nuk zgjohet më nga shpërthimet, fiton nëna që nuk vrapon më drejt spitalit me zemrën në fyt, fiton babai që nuk numëron më orët për të mësuar nëse i biri është gjallë, fiton familja që nuk e kalon natën e errësirë duke pritur raketën e radhës, fiton qytetrimi, sepse çdo armë pushim, sado i pamjaftueshëm, është një kujtesë se njeriu ende mund të ndalojë dorën para katastrofës së plotë. Është e lehtë të flasësh për fitore nga zyrat e pushtetit, është e lehtë të ndërtosh narrativa triumfi mbi harta ushtarake, mbi deklaratat e shtabeve dhe mbi konferencat për shtyp, por lufta nuk matet me fjalimet e liderëve, lufta matet me varret që hapen, me shtëpitë që shemben, me gjymtyrët që humben, me sytë e fëmijëve që plaken brenda natës, dhe kur kjo makineri ndalet, qoftë edhe për pak kohë, kjo nuk është fitore e një shteti mbi tjetrin, kjo është fitore e jetës mbi çmendurin. Bota ka nevojë urgjente për këtë kthjellësi morale, sepse jemi futur në një epokë ku lufta shitet si vendosmëri, ku hakmarrja shitet si dinjitet, ku shkatrimi quhet strategji. Në këtë mjegull cinizmi duhet thënë troç, asnjë raket nuk sjell lavdi kur përfundon mbi një lagje civile, asnjë operacion ushtarak nuk është sukses kur çmimi i tij është trauma e brezave të tërë, asnjë lider nuk duhet të guxojë të shpall triumf kur ende ka njerëz në rrënoja. Po, armë pushimi mund të jetë i përkohshëm. Po, mund të jetë i brisht. Po, mund të thyet nga interesat, paranojat dhe llogaritë e ftohta të politikës së madhe, por edhe në përkohshmërinë e tij, ai mbart një mesazh të fortë. Njeriu nuk ka lindur për të jetuar nën sirena alarmi, shoqëritë nuk janë ndërtuar për të kthyer në kufoma, civilizimi nuk mund të ketë si normalitet luftën. Në fund historia nuk do të mbajë mend me respekt ata që bërtitën më fort se e fituan. Historia do të mbajë mend ato që ndali zjarrin, ato që frenoi çmendurinë. Dhe nëse sot ka më pak të vdekur se dje, atëherë kjo është e vetmja fitore që meriton të quhet e tillë. Le të thonë ç'të duan zyrat e propagandës, le të konkurrojnë liderët për autorsinë e paqes së përkohshme, le të ndërtojnë secili narrativën e vet për konsum të brendshëm, për njerëzit e thjeshtë, për ata që e paguajnë luftën me gjak dhe jo me deklarata, e vërteta mbetet vetëm një, nuk ka rëndësi kush e pretendon fitoren. Në të vërtetë, fitoi njerëzimi, dhe kjo në një kohë kaq të errët është më shumë se politik, është shpresë.